Shikues të Ora News ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni motin për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Europa në pjesën më të madhe do tjetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë përmirësim të motit kryesisht këto në Europën veriore dhe atë qendrore. Gadishulli Iberik dhe brigjet e Egjeu do të mbizotrohen nga intervale me diell, ndërsa pjesa e Ballkanit pritet me masa të ftohta polare që do të sjellin temperatura të ulta dhe rreshje dëbore në sasi të pakta. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoalp, masa ajrore veriore mbajnë vendin në kushte të paqëndrueshme, ku paraditja sjell shira të pakët në ulësirën perëndimore, ndërsa rreshje dëbore shfaqen përgjatë lindjes. Pasdite dhe mbrëmja do të sjellin përmirësim të përkohshëm dhe temperaturat e ajrit do të luhaten nga 0 deri në 13 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare deri në 40 km/orë nga verilindja, duke krijuar kështu dallgëzimin 3 ball. Njemi tani me kushtet e motit në rajon dhe Europë për ditën e nesërme. Europa lindore paraqitet me rreshje të dëndura shiu e dëbore. Përkeqësimi i motit pritet edhe në ishujt britanik dhe Europën qendrore me vranësira dhe rrebeshje shiu gjatë gjithë ditës, ndërsa pjesa tjetër e kontinentit ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme.